Profeti alayhi salam solli një legjislacion të përsosur. A e kemi detyrë ne të pranojmë dhe të zbatojmë këto ligje? Padyshim që po. Pati njeriu s'po quhet besimtar i vërtet, nëse nuk pranon ligjet e Kuranit, ligjet që ka sjell profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga Zoti i gjithësisë. Prandaj ne për gjykim dhe për zbatim u referohemi ligjeve që ka sjell profeti sallallahu alaihi wasallam nga Zoti i gjithësisë. Legjislacioni i Kuranit dhe i Sunetit është legjislacioni i fundit. Allahu ka mohuar besimin në Kur'an, atyre që nuk i referohen me gjykim profetit sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Madje Allahu ka përmendur se një nga cilësitë e hipokritëve në Kur'an, kur njeriu refuzon që të pranojë si gjykues profetin sallallahu alaihi wasallam, kur nuk do që të gjykohet me ligjet e Kur'anit dhe të Sunetit. Prandaj për ligje, për norma, për rregullat, ne i referohemi Kur'anit dhe Sunetit. Çdo ligj, çdo normë që bie kundërshtim me ligjet e Kur'anit dhe Sunetit është e papranueshme.